Kënaqësi me ju pa gjithë secilin sot, me u mbledh bashk, me lavdëru Zotin ton të gjallë Jezus Krisht, me dëgju nga fjala e Tij dhe me kalu kohë me njëri tjetrin. Perëndia është i mirë, Zoti është i shenjtë. Edhe përderisa bëmi gati që të shkojmë para këtij Perëndis, që është i mirë, i shenjtë, i drejtë, shpëtimtar dhe gjithçka tjetër, le të lexojmë nga fjala e Tij, le të ngritemi këmbë me zemrat tona, përgatisim për adhurim. Psalmi 95. Ani, ti këndojmë me gëzim Zotit, ti dërgojmë brit ma gëzimi kalas së shpëtimit ton. Le të shkojmë në praninë e Tij me lavde, ta kremtojmë me këngë, sepse Zoti është një Perëndi i madh dhe një mbret i madh mbi të gjithë perëndit. Në duart e Tij janë thellësitë e tokës, të Tija janë malët e larta të malëve. I Tij është deti, sepse ai e ka bërë. Dhe dheu i thatë që duart e Tij kanë modeluar. Ani të adhurojmë dhe të përkulmi, të gjunizohemi para Zotit ton që na ka bërë, sepse ai është Perëndia ynë, dhe ne jemi populli i kullotës së Tij, dhe kupeja për të cilën ai kujdeset. Sot po të jetë dëgjoni zërin e Tij. Amen. Perëndi i shenjtë, jam mirënjohës për gjithë secilin që o këtu dhe lutëm përderisa vim para Teje me adhurim, me këngë dhe me gëzim, që të dëgjojmë zërin tonë. Ti që je bariu ynë dhe ne kupeja jote. Në emrin tonë lutëm. Amen.
ndaloj, në zemrën e Zotit, kush mund ta kundërshtoj, në zemrën e Zotit, kush mund të na ndaloj, në zemrën e Zotit, kush mund ta kundërshtoj.
Ne shpesh dëgjojmë këtu në kish predikus, mësus, mesazhe, këngë, inkurajim me çdo gjë të mirë. Edhe janë gjëra të mira që flasin për Zotin, për jetën tonë në Zotin, edhe njerëzit inkurajohen, sfidohen edhe ecin përpara me Zotin. Por çka na mëson shkrimi ku një person kthehet tek Jezu Krishti? Pendim, rrëfim, pranimi i fajit, gëzimi i shpëtimit, paqja e Perëndis e rrethon, gjithë e përshëndesin, gjithë e përqafojnë, edhe thuhet që ka dhe fest në qiell. Është kështu, po, është e saktë kjo. Por pas kthimit në besim, çfarë ndodh pastaj? Shpesh në jetën tonë, edhe pastori e ka përmend para 2 javë, ku një person ka ardhur te Krishti, pastaj u smu, ka pas probleme shëndetësore. Edhe shpesh kur të vim ne te Krishti fillojnë dyshimet, fillojnë sfidat, kundërshtimet nga miqt, nga familja, nga bashkëshortja, nga burri e kështu me radhë. Krejt kundërshtojnë. Dhe kjo mund t'jetë shkatërrim për të sapokthyrit. Se pas një gëzimit vjen kundërshtimi i madh. Edhe vetë Jezusi tek Gjoni 16:33 thotë këtë gjë. Në botë do të keni shumë mundime. Apostulli Pauli shkruan kishav që të forcohen dhe t'ju jepet zemër duke thënë që me shumë pikëllim do të hyni në mbretërinë e Perëndis. Veprat 14:22. Por vëllezër e motra, pse është kaq kjo gjë kështu? Kur hym ne kur bëhemi të krishterë faktikisht, nuk hym në një kamp, që shkojnë të një gjerë, trit, një kamp. Po edhe ne si kish kemi shku shpesh në për kampe, në për gjonave. Nuk ka pushim. Ku ka pushim, ka hare, hym në një botë shpirtërore të mirë dhe kështu. Nuk është kjo gjë. Po ne, kur të bëhemi të krishterë, hym në një luftë e egër. Në një luftë e egër me personin që do të flasë më vonë për të. Edhe ne që besojmë Krishtin, besojmë që jemi ushtarë, dhe jemi ushtarë të Zotit tonë Jezu Krisht, dhe jemi pjesë e ushtrisë së Tina. Dhe përgatitja jonë shpirtërore është mëse e dur për çdo të krishterë. Unë kam për mbi 25 vjet besimtar dhe çdo ditë mësoj, çdo ditë mirë me këtë gjallë dhe ndërtohem në fjalën e Zotit. Kështu që nuk është e vërtet nga njerë ku thuhet që okay, kam lexuar Biblën, kam bërë këto dhe unë jam në rregull. Jo. Ne çdo ditë duhet të mësojmë, të forcohemi në Zotin tonë. Elton Vlla, për lexon Efesianëve 10 deri në 18, kapitulli 6. Se s'ka 10 Efesianë. Kapitulli 6, vargje 10 deri në 18. Amen, faleminderit Vlla Elton. Apostulli Paul na mëson rreth armatimit të cilit Perëndia ka përgatitur për popullin e tij. Këtu është furnizimi, pajisjet që ne duhet të veshim çdo ditë. Ky mësim na mëson të qëndrojmë të patundur në besim, sidomos të rinjët të sapokthyer, sepse këtu është problemi kryesor, të rinjët të sapokthyer, po ka edhe tjerë që bien në kurthën e djallit. Këto pasazhe e kanë ndikimin e duhur për të kuptuar betejën tonë shpirtërore. Po para se të shkojmë tek armatimi i Perëndis, ne do të flasim të një pjesë tjetër, që është mbrana këtyne vargje. Nuk po besoj që do mund ta përmbledhë gjithë mësimin sot, po do flasim vetëm për një pikë. Për një person, edhe për strategjinë e tij që e përdor kundër nesh. Do të ndalemi të 3 vargje, 10, 11, 12 edhe 16. Te këto 3 vargje do të fokusohemi më shumë dhe do të e përqendrojmë mësimin e sotit në këto 3 vargje. Po,
Pse është kaq e vështirë jeta e krishterë? Nëse Perëndia ka bërë gjithçka që përshkruhet tek 3 kapitujt e parë të Efesianëve, pse është kaq hasëm kaq shumë vështirësi? Pse jeta jonë shpirtërore ka probleme në ecjen me Zotin? Apostulli Paul te këto 3 vargje na jep një përgjigje duke na treguar që kemi një armik dhe ky armik është djalli. Kush e njeh djallin? Besoj se të gjithë e dim kush është. Por djalli nuk është një armik i zakonshëm. Fuqia dhe influenca e tij është shumë e madhe. Ushtria e tij shtrihet në gjithë botën. Madje Jezusi tek Gjoni 14:30 thotë: "Nuk do të flas më gjatë me ju, sepse po vjen princi i kësaj bote dhe ai nuk ka asgjë me mua." Shumë njerëz nuk e marrin seriozisht këtë gjë. Dhe madje e hedhin poshtë si diçka mesjetare. Mendojnë që djalli ka ekzistuar më herët, po tash kohë moderne nuk ekziston më. Dhe ky është kurthi i parë që djalli ju bën. Por ne edhe gjithë që besojmë Krisht, nëse marrim seriozisht dhe besojmë Biblën, duhet të dimë se ky person ekziston dhe është real. Nuk është vetëm një person me ndikim të keq, por është një person real. Ai është po aq real sa vetë Perëndia. Pra, kush është ky? Është djalli edhe nga vjen. Duhet të shohim kush është edhe nga vjen. Edhe origjina e tij është, e shohim tek Bibla, tek Isaia. Isaia 14:13-14. Ti thoshe në zemrën tënde: unë do të ngjitem në qiell dhe të ngrihem fronin tim për mbi yjet e Perëndisë. Do të ulem mbi malet e asamblesë në pjesën e skajore së veriut. Do të ngjitem mbi pjesën më të lartë të reve dhe të jemi ngjashëm me shumë të lartin. Ky është vargu ku flet për Satanin. Ka shumë emra në Bibël, një disa emra që përdoren si djallë, Satan, Belzebub, por emrin e kishte në fillim Lucifer, që do të thotë yli i dritës. Dhe ishte angel, ishte në mbretërinë e Perëndisë. Por këtu vargje na tregojnë se çfarë ndodhi me të. Ai donte të arrinte më lart se Perëndia. Po çfarë bëri Perëndia? Perëndia e dëboi. Perëndia dëboi te vargu 15-17. Do bën u përzun nga qielli. Qysh atëherë synimi i tij i vetëm ishte me ndërprej dhe me ndot gjithë veprën e Perëndisë. Ky është synimi i tij. Dhe ku fillon puna e tij e parë? Nuk fillon sot. Puna e tij filloi tek Zanafilla 3, në kopshtin e Edenit. Edhe çfarë bëri ai atu? Me anë të hiles, të ndimit, ai bëri që Adami dhe Eva të rebelohen ndaj autoritetit të Perëndisë. Siç ishte rebeluar edhe vetë. Ajo që ndodh atëherë ndikoi jo vetëm tek Adami dhe te Eva, por ndikoi të gjithë brezat, ka ndiku edhe tek ne sot. Dhe më së miri të shpjegojnë disa vargje të Romak, të Nigjonit, të Gjoni, ku e qesin pa punën e tij dhe si pasojë gjithë bota degjet në ligësi. Romak 5:12-14 është vetëm një pjesë e shkurtër e tij. Dhe si pasojë gjithë bota degjet në ligësi. Për shkak të tina. Djalli drejton të gjithë njerëzimin. Ai është zotruar dhe në lindjen e fëmijëve. Dhe Gjoni 8:14 thotë që ju jeni nga djalli që është ati juaj dhe doni të bëni dëshirat e atit tuaj. Ai ishte vras që nga fillimi dhe nuk qëndron në të vërtetën, sepse në të nuk ka të vërtetë. Kur thotë të rremën, flet nga vetvetja, sepse është gënjeshtar dhe ati i rrem. Ky është djalli. Ky është djalli. Edhe puna e tij është shumë e madhe, saqë mëkatshmëria e njerëzve është aq e madhe saqë djalli
është i kapur fort të këta. Djalli nuk qëndron mbi sklevrit, sepse me kam gjik, sepse ata i binden, nuk qëndron mbi ta. Dhe ai vetëm le mëkatin që të rrjedh, që është dhe të zë vend në rrugën e tij, kaq mjafton për të. Ai është aq dinak, sa madje lejon guret e shajt të tij të mohojnë ekzistencën e tij, siç e thash më herët. Të mohojnë, dhe kjo është një kurth e tina që e bën. Dhe influenca e tina është shumë e madhe në tokë. Dhe në çdo mënyrë ai sundon mbi njerëzimin. Cila është strategjia e tina? Do flasim pak për strategjinë e tina. Tek 6:11 Pali na thot, vishni tër armatimin e Perëndis, që të mund të qëndroni kundër dredhive të djallit. Kjo do të thotë se ne kemi një armik, dhe ai është real. Por ai nuk lufton rasisht. Ai ka një strategji. Siç kemi edhe ne strategji, kanë ndërmarrjet edhe ekipet e çdo kush ka një strategji, po ky ka një strategji të shumë fortë. Kundër kishës, kundër të krishterëve dhe mbretërisë së Perëndis. Sepse ai s'ka punë me botë, se bota është e tij, ai ka punë me kishën. Në vargun 11 na flet për dredhit e djallit. Ai nuk vjen çdo herë me sulm të hapur. Në ne, ai vjen me mashtrim. Edhe çfarë bën ai? Kur vjen me mashtrim, i shtrembron gjërat. Ai bën që mëkati të duket i vogël në sytë të krishterëve. Pavarësisht çfarë ke bërë. Ai e bë këtë gjë. S'ke baba dardan shumë ka që tu. S'ka gale. Vazhdo. Ai e bën kompromisin të duket i arsyeshëm në mendjen tonë. Ai e bën gënjeshtën të duket e vërtetë. Në kopshtin e Edenit ai nuk e mohoi Perëndin më njëherë. Nëse lexojmë kapitullin 3, nuk e mohoi Perëndin. Por ai ngrej dyshimin. Dhe çfarë i tha Adami Evës? Këtë rast, a ka thonë me të vërtetë Perëndia, mos e hani frutin? Nuk i tha që s'është i vërtetë Perëndia diçka, po e vuni në dyshim Evën. Dhe pastaj ran mëkat. Eva e parë dhe e dyta, i dyti Adami. Dhe gjithë kjo strategji fillon mendjen tonë. Gjithë këto gjëra vlojnë mendjen tonë. Ai e fut në mendjen tonë. Një pjesë tjetër të vargu 12 ai përdor strategjinë e luftës. Dhe kjo është nganjëherë shumë e rëndësishme, sepse ne nganjëherë se kuptojmë edhe vetë e kum kuptuar duke lexuar këtë varg, këtë pjesë, kur thotë sepse lufta jo nuk është kundër mishit dhe gjakut, por kundër betejave frymore. Shpesh ne mendojmë se armiku jonë është njeriu, bashkëshortja, vëllau, motra, pastori, kolegu e përtej këtyre. Por Pali na kujton që beteja jonë nuk është kundër njëri tjetrit, si të krishterë, po thonë, por është kundër frymrave, kundër djallit. Po çfarë përpiqet të bëjë ai me këtë pjesë? Strategjinë e luftës që e përdor. Ai me këtë krijon përçarje, fillon të krijojë përçarje në familje së pari. Të mbjell keq kuptime në kish. Ja është kjo, ja është ajo. Ja ky e ka kështu, ja ky kështu. Dhe
Ai ndez krenarin dhe egon të krishterët. Ai krijon armiqësimi midis besimtarëve. Dhe nëse ne bim në këtë kurth të luftës, ne çfarë bëjmë? I japim terren atina. Kur ne luftojmë kundër njëri tjetrit, çfarë bëjmë? Ne i japim terren djallit. Strategjia shigjetat e zjarta, vargu 16. Merrni mburojnë e besimet e cilin do të mund të shuani të gjithë shigjetat e zjarta të ligut. Çfarë janë këtu shigjetat zjarta? Kam lexuar shumë gjana, ka që 3-4 muaj që kam lexuar për këtë pjesë dhe ka shumë mendime ndryshme, po këtu shigjeta të zjarta ku shkojnë tek krishterët? Çfarë ju japin krishterëve? Që djalli përdor këtë strategji. Mendime dëshpërimi. S'ka mo, jam dëshpëru pe i kishës, jam dëshpëru pe ati, jam dëshpëru pe këtina, s'ka kur gjo. Ajo më ka dëshpëru, kjo më ka dëshpëru. Ka nga njerë që dëshpërohemi. S'po thamë, po ne nuk shkojmë të flasëm me vllahun tonë dhe mesëm me dëshpërimin tonë. Dhe kjo është një strategji shumë që e përdor djalli. Frikën për të ardhmen. Frikën për të ardhmen. Hej, çfarë do të bëj nesër? Ku do të shkoj? Aja është e sigurt? A është me të vërtetë Jezusi Zoti ynë? Ta fut mendjen tënde këtë gjë. Akuza për të kalumen. Qa pa dënë ti? Ta di kush je ti? A di biri kuna e ka? Se dhe Jezusi ti kanë thonë kështu. Biri ati zdruktarit? O shkë? Jo. E përdor këtë shumë shpesh. Te kaluaren. Dyshimin e shpëtim për tarme dhe kjo i bjetë. Tundimet e papritura. Këto sumne vinë papritur. Ndë njëherë në momentin tona më të dopta, sepse aja shfrytëzon dhe këtë gjë. Ne ku t'jemi dopt, aja shfrytëzon edhe më shumë. Ai me gjithë këtu gjana synon me djeg besimin tonë. Synon me djeg besimin tonë. Po çfarë është zgjidhja, vëllezër dhe motra? Pali nuk thot friksoni, ai thot vish në armatimin e Perëndis. Ne qëndrojmë në të vërtetë, vëllezër dhe motra, në drejtësi, në fjalën e Perëndis, me besim të fortë. Djalli ka strategji dhe ne duhet ta kuptojmë këtë gjë. Por Perëndia, ne që besojmë, Krishtin ka fitore. Ky është dallimi. Ndoshta ai ka një strategji, edhe ka strategji të fortë. Por ne që besojmë Krishtin ka fitore. Prandaj, vëllezër dhe motra, nuk duhet trembëjmë ndaj strategjisë tina, ndaj kurthave tina. Ne duhet veshim çdo ditë armatimin e Perëndis, duke qëndruar në fjalë, në besim, sepse armiki është i mundur dhe ne jemi shumë fitimtar, sepse ne kemi tani Krishtin. Dhe kjo është fitoria jonë. Ka disa gjëra tjera që duhet i ndaj vëllezër motra me juve, që janë strategji dhe pjesë që djalli përdor kundër kishës, kundër mbretërisë së tina, kundër të krishterëve. Janë aleancat e shenjta, thojza, eksperiencat frymore. Edhe do i shohim pak a shumë kur bën këtu kurth. Kur bën kurth të një kishë të krishterët. Shpesh në kohën tona flitet për unitet. Bashkim kishash, bashkim njerëz, bashkim liderësh, bashkim lëvizjesh, ka shumë që bëhen. Edhe në pamje të parë, kjo gjë duket shumë e mirë, sepse edhe Jezusi te Gjoni 17:21 thotë që të gjithë të jeni një. Është e saktë. Por duhet të kuptojmë diçka shumë të rëndësishme.
uniteti nuk biblik nuk ndërtohet mbi kompromise, por mbi të vërtetë. Sepse djalli përdor këtë strategji. Nëse uniteti kërkon heshtje për mëkat, kompromis në doktrinë, heqen dorë nga e vërteta Ungjillit, barazia dritën me errësirë, atëherë ajo nuk është uniteti frymës shenjtë, po një bashkësi njerëz. Dhe shpesh ne shohim perëndimin. Kam qenë në Gjermani dhe kam pa që çdo gjë është unitet, po nuk ka të vërtetë. Kështu që kjo është që është duke ndodhur tani. Kur uniteti bëhet kurth pa të vërtetë, djalli nuk sulmon gjithmonë duke përqarë. Nga një herë edhe ai bashkon. Dhe 2 Korintazë na tregon shumë mirë, 11:14, Satani shndrohet në angjull drite. Dhe do të thotë se jo çdo gjë që duket e mirë është nga Perëndia. Sepse kur kisha apo njerëz apo të krishterët bashkohen pa pendes, pa shenjtëri, pa të vërtetën e shkrimit, vetëm për ndikim numrash, aja fuqi, atëherë kemi një aleancë. Bëhet një fuqi, kemi një aleancë të shenjtë, jo të shenjtë, faktikisht. Kur këtu gjana mungojnë. Por si vepron kurthin këtë gjë? Kur thot doktrina nuk ka rëndësi, dhe kum hasë edhe kësi njerëz, nuk ka rëndësi, bane kishën, nuk ka rëndësi çfarë doktrine kemi. Vendos ndjenjat mbi fjalën, zhvendos shenjtërinë në tolerancë. Kështu që bota është duke shku ka tolerancë tani. Edhe kjo është që djalli është ka një kurth. Brenda kishës, po e kam fjalën, brenda të krishterëve, ku mendohet që duhet ketë tolerancë për çdo gjë. E bën Ungjillin më të butë, që të mos e ofendoj askën. Dhe këtu është ku shumë kisha binë, shumë të krishterë binë, sepse futën në kurthin frymor. Dhe është kjo strategji me forta që e përdor djalli. Kur e përdor, shndrohet në angjull dritë dhe ko përdor aspektin frymor për të kapur kishën, për të kapur të krishterët. Dhe shpesh shohim ne ku shumë të krishterë kërkojnë përjetimin të forta frymore, ndjesi të fuqishme, manifestim, zëra, vizion, ndjenjë trupore, emocion të thella. Shpesh i kërkojmë të gjëra, edhe shumë shpesh dëgjoj, por unë kam një pyetje vëllezër dhe motra. A është do eksperiencë frymore nga Perëndia? Bibla në mëson, mos i besoni çdo frymë, por provoni frymrat nëse janë nga Perëndia. Gjoni 1, Gjoni 4:1. Kjo do të thotë që jo çdo frymë është nga Perëndia. Dhe është e shenjtë. Vëllezër dhe motra, djalli nuk ka problem me fenë. Nuk ka problem me kultet fetare. Ai ka problem me të vërtetën. Dhe këtu është lufta e tina. Sepse ai në jetën tonë një lejon emocionet forta, manifestim dramatik, fjalë që tingëllojnë profetike, përjetime që krijojnë eufori. Dhe fjala Perëndis na thotë që djalli prapë shndrohet në angjull drite. Ai nuk vjen çdo herë gjithmonë me errësirë. Ndonjëherë vjen edhe me dritë në jetrat tona. Edhe them këtë sepse
do shta edhe shpesh kam ra në kurthën e tina, në këtë pjesë, edhe shumë të krishterë binë kurthën e tina. Sepse a i kryon ndjesin që se qash më heret. Më shumë se shenjtrim. Ku ne kërkojmë manifestim, më shumë se karakter, ne kërkojmë zotëri, më shumë se shkrimin që i kemi ndorë, ne mbështetim shpesh në përjetime, më shumë se sa në fjalën e Perëndisë. Dhe shpeshherë kjo është një kurth. Edhe djalli e di shumë mirë këtë gjë. Nëse nuk ka mund të mund kishen përmes përsekutimit, përmes që orientimeve ndryshme, ai përdor edhe këtë pjesë për boja të rrema, strategji frymore, emocione frymore. Eksperiencat frymore, nëse nuk prodhojnë shenjtri, përulësi, bindje ndaj fjalës, duhet të testuar, sepse Perëndia nuk kundërshton kur fjalën e tij. Edhe ne jemi këtu me testu frymrat e ndryshme. Nuk duhet të pranojmë çdo gjë, edhe nuk duhet të shfaqim çdo gjë. Rreziku i mashtrimit është në aspektin emocional. Emocionet nuk janë të këqija, vëllezër të motra. Por emocionet nuk janë provë e pranisë së Perëndisë. Shpesh, në fund të kjo pjesa këtu do ndaj se një njeri mund të dridhe, të qajtë, të ndizet zjarë, por nëse jeta e tij nuk ndryshon, diçka nuk është në rregull. Edhe ka shumë raste të ndryshme që ne bim preje këty në kurtha. Ne vim, do shta të në kishë qajmë, adhurojmë, bëmë gjëmë, po, jeta jonë, jashtë, nuk ndryshon. Dhe kjo është një kurth që djalli e përdor kundër nesh. Dhe kjo është një jetë falsë, që në kishë e bëjmë adhurim, po në botë, kur dalim, ne shohim që çdo gjë. Dhe ne shohim që ndoshta dikush tjetër vren që jeta e tij nuk ka ndryshuar. Në fund, cila është përgjigjja e Perëndisë? Siç e pam deri tash, edhe Jezusi jep shumë shembuj se ky personi i armatosur mirë që rrin tokë është djalli. Dhe kush është pasuria e tina? Janë njerëz që i përdor. Por kush është më i fortë se djalli? Është Jezusi. Edhe ai vetëm është ai që është më i fortë se Satani, se djalli. Pse? Sepse në kryqin e Golgotës, Perëndia në Krishtin theu shtrëngrimet e djallit. E theu në atë kohë, dhe mund të lexoni te Kolesianët 2:13-15, Hebrejve 2:14-15, ku flet për këtë pjesë. Ku ne u bëm të krishterë, jo vetëm që mëkatet tona u falen, por edhe zotësia dhe kontrolli i Satanit u thyë mbi ne. Dhe kush është Zoti ynë sot? Është Jezusi. Dhe ne nuk jemi më skëllav të mëkatit. Mund të gjeni këtë të Romakëve 6, kjo pjesë flet për këto. Dhe cila është përgjigjja e Perëndisë që tash më lart? E para, tani, djalli nuk ka autoritet apo kontroll mbi të krishterin. Ai nuk mund të na detyroj të bëjmë asgjë. Ai mund të na tundoj. Dhe s'ka njeri që s'është tundu, edhe Jezusi është tundu. Por tundimi nuk është detyrim.
dhe i krishteri është i vdekur për mëkat. Zoti ynë i vjetër nuk ka më as pak autoritet mbi ne. Nuk mund më të na bindë, sepse Jezusi na ka çliruar. Ne, vëllezër dhe motra, tani jemi krijesa të reja në Zotin. Por, a mbaron me kaq? Jo. Ka luftë, ka beteja, sepse djalli, si të gjitha të gjëra që i përmenda më herët, djalli nuk e pranon këtë gjë. Nuk e pranon. Ai synon me ta vështirësu jetën më tepër. Ty si i krishter. Ne para se mu kthy te Krishti, zbesoj që ne kush ka pas një përvojë me djallin. Sepse ne jemi ka pjesë e sundimit tina. Por, kur të vim të Krishti, kur të vim në shpëtim, një njeri, vëllezër dhe motra, i gjithë ferri shpërthen në inat. Dhe bëhet një luftë kundër shpirtit e sapo lindur mes djallit dhe Perëndis, ashtu siç u bën në luftë në kopshtin e Edenit për pemën e jetës. Nëse je i krishter, vëllezër dhe motra, duhet të dim se djalli është kundër teje. Dhe të gjithë forcat e ferrit janë kundër teje. Dhe këtë gjë ne duhet të kuptojmë. Po çfarë duhet bëjmë, vëllezër dhe motra? A mos duhet të ikim? Të jem plot frikë dhe të dorëzohemi? A duhet i bëjmë këto gjëra? A duhet të dorëzohemi butësisht para çdo sulmi dhe tundimi? A duhet i bëjmë këto gjëra? Jo, unë them që jo. Dhe ne duhet të qëndrojmë. Të 1 Gjoni 5:18, dhe shiko se i ligi nuk të prek dot. Pse s'te prek dot i ligu? Nëse ti ki në qendër Krishtin. Jakobi 4:7. Kundërshto djallin dhe ai do të largohet nga ju. Kundërshtohe. Nëse nuk e kundërshton, ai do të gjen hapësirë tek ti. Në fund, vëllezër e motra, duhet mbyll në një pjesë shkurt. Se çfarë duhet bëjmë ne? Ajo që duhet bëjmë ne është të luftojmë dhe të futem në betejë. Edhe pse nuk kemi fuqinë vetvete, ne mund të jemi më të fortë në Zotin tonë Krisht. Sepse ne çdo shpresë, çdo besim e kemi tek Ai. Dhe nëse ne dorëzojmë tek Ai plotësisht, asgjë s'do të na ndalë. As në luftë, as në betejë shpirtërore. Sepse Krishti na forcon. Do mbyll me vargun e kap 6:10 të Efesianëve, që thotë, për çfarë mbetet vëllezërt e mi? Forcohuni në Zotin dhe në forcën e fuqisë së Tij. Çfarë na mbetet neve? Vëllezër dhe motra, ne duhet të forcohemi në Zotin tonë dhe në forcën e fuqisë së Tij. Në këtë mënyrë ne do ta mundemi dhe nuk do të bijem në kurthën e djallit dhe në strategjinë e tij. Amen.